Mbulesa islame në shkolla do të vazhdojë të jetë ndaluar. Kjo për shkak të një vendimi skandaloz të Gjykatës Supreme, e cila këtë të mërkur refuzoi padinë e paraqitur nga rrjeti i femrave për zhvillim profesional Arrita, ndaj Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit. Ndalimi i uniformës fetare në shkolla konsiderohet në përputhje me ligjin dhe hierarkinë normative. Paditësia kishte kërkuar të shfuqizohet udhëzimi që kufizon liritë dhe të drejtat kushtetuese të vajzave që mbajnë shami. Veprimi i Supremes po kundërshtohet nga juristët. Vendimi sot me Gjykatën Supreme është një vendim skandaloz, është antikushtetues dhe në kundërshtim me drejtën ndërkombëtare. Mbulesa nuk është simbol, po është pjesë obligative e besimit islam dhe ky vendim tregon që mendësia sekulare në rreth çështjeve që kanë të bëjnë me fenë dhe me të drejtat e njeriut që ndërlidhen me karakterin fetar të tyre janë shumë të shtrira në institucione edhe gjyqësore edhe politike edhe është e njëjta mendësi. Vitet e fundit ka pasur shumë ankesa nga vajza të përjashtuara ose të pezulluara nga shkollat publike për shkak të bartjes së shamis në Kosovë, vend me 94% të popullsisë që i takojnë besimit islam. Shënjestër.net